nuk është skena vetëm e jonja, është po vinë edhe gjenerata të tjera, të mira filta. Apo i pranojnë të vjetrit në këtë rast? Ka që po, ka që jo, të rinjët lehtë, apo... Shqo, skena nuk është për me uzurpu, me botanën për jetë. Do të me arë edhe tjetër, se për shembull vjen njerë mal tjetër, mu mje vullnet me punu edhe ma shumë. Edhe ajo një farë lloj mënyre kjo competition i bën mirë artistit, se është kur ka xhelozi profesionale është shumë mirë. Po, e vërtet. Sepse ajo të shtyn me punu edhe ma tepër. Bën edhe tregun më interesant. Po. E unë mendoj që duhet me pas për kraje, se ka talenta të rit, mirë fillt. Ashtë nuk mundet artisti me secilin me bashkëpunu, po mujnë me bo secili artist një herën vetë një përzgjedhje me një këngëtar që ka karierë më të re edhe me bashkëpunu. E ma herët që është bu një farë katrahure vërtet muzika jonë sot. Pe marrin, ka shumë të mirë, të ri të suksesshëm, ka shumë të, së mos zhanrin hip-hop ka artista shumë mirë, që artistat tonë janë në rang botëror mund është me qitë, qash talent kanë edhe janë të mirë, po për shembull është një farë rryme e re që ka orë që mu nuk më takon me këndu, sepse nuk, pavarësisht që pëlqet, është diçka që pëlqen në gjenerata re, mirë, po prap artistat mujnë me ofru ato ma të mirën e vetë e publiku edhe një farë forme, jo me dojë mos me pëlqy gjithë shka që ti e nxera, vëden. Cila është kjo rrymë që ka ardhë me juve si gjenerate re? Qa keni bo, David? Po, unë mendoj që jo vetëm në tregun balkanik ose shqiptar, por në gjithë botën kjo rryma ka ndryshua kjo tregu edhe fryma të reja gjenerata të rritën ndryshe sot edhe programohen se mund të përdor këtë fjallë ndryshe edhe kjo ndikon edhe në kreativitetin e krijimtarinë e tyre dhe në sjelljen e projekteve të reja. Mendoni që kanë ndiku platformat sociale si TikToku edhe të tjerat në krejt që të... Ne shumë TikTok s'di se s'kom heq, po... Për që dallimi i gjeneratave i bie. Davidi, aja i aktiv në... Mundohem TikTokut, por në Instagram edhe në YouTube normal që po e kemi detyrim, e kemi profesion tani më. Po e kam një për shembull, po do më marr një shembull që pyetet a ka ndiku TikToku edhe këto tregu amerikanë dhe influenca botërore. E kam një profesor të muzikës në Tuzë dhe ai më thoshte e kam vajzën që këndon, ka talent. Po nuk e ka ma, ai thon kërklanin, po nuk e ka fytin thot ma nuk e ka ma zërin si popullor ose folklorik, po dosht me prek ose me nënçmu ndonjë zhanër, po thot e ka si me pas Dua Lipës. Që kjo është pak e pas shpjegueshme se si ndikimi dhe influenca se qa shojnë, qa dëgjojnë, qa lexojnë online, ka ndikim edhe në aparaturën e tyre si